Dhe kak me rendite nga pika 3. Pika 3. Po, si pas propozimit të bërë nga Zoti Peçi, pika 11. Pika 13. Përvendim për miratimin e vendbazimeve të mjeteve lëndruese dhe korridore të lëvizjes së tyre për Bashkinë Sarandë dhe njësinë administrative Samit. Atëherë, pika e parë e rendit ditës për mbledhjen e sotme është përvendim për miratimin e vendbazimeve dhe mjeteve lëndruese dhe korridore të lëvizjes së tyre për Bashkinë Sarandë dhe njësinë administrative Samit. Pika numër 4, informacion lidhur me inventarizimin e hapësirave publike për zonat e eksaminit të qytetit të Sarandës. Pika 4, informatikat e konstatuara gjatë zbatimit të projekteve publike lidhur me cilësinë e punimeve dhe standardet e sigurisë rrugore. Pika 5, informacion lidhur me ecurinë e procesit të trajtimit të kërkesave për përfundimin e kalimit të pronësisë në kuadër të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 329 datë 22/5/2019. Pika 6, për vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin prill 2026. Pika 7, për vendim lidhënien e ndihmës ekonomike nga tarët e bashkisë për muajin prill 2026. Pika 8, për vendim për miratimin e listës përfundimtare të familjeve përfituese nga programi i strekimit dhe pagesës mujore për vitin 2026. Pika 9, për vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 153 datë 23/12/2025 lidhur me numrin e punonjësve të ndërmarrjes së shërbimeve publike. Pika 10, për vendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 135 datë 27/10/2023 për përcaktimin e disa kundërvajtjeve administrative dhe saksioni që vendoset për tonë teritorin e Bashkisë Sarandë. Pika 11, për vendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të sipërfaqes së truallit prej 8.111 m2, pjesë e pasurisë me sipërfaqe totale zona kadastrale 8642. Pika 12, për miratimin e çmimeve maksimale për zonat bregdetare të Bashkisë Sarandë dhe njësisë administrative Samil. Pika 13, për vendim për korrigjim gabimeve materiale. Atëherë hedhim në votim me rendin e ditës të përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet rendi i ditës. Kalojmë tek pika e parë e rendit ditës. Përvendim për miratimin e vendbazimeve të mjeteve lëndruese dhe korridoret e lëvizjes së tyre në Bashkinë Sarandë dhe njësinë administrative Samit. Besoj se materiali i shpërndar këshilltarëve. Atëherë për t'ju përpara se të fillojmë, ju lutem qetësi. Qetësi, ju lutem. Për t'ju informuar, ditën e djeshme kemi pas një takim me grupin e interesit, të cilët morën pjesë dhe në mbledhjen e datës kaluar, të datës 29, dhe kemi rënë një dakordsi për miratimin e korridoreve dhe një kohësisht të vendbazimeve me grupin e interesit, kështu që prandaj dhe nuk është prezencë e tyre sot në mbledhje. Besoj se kemi zgjidhur dhe mendoj që ishte gjëja më e mirë që u shtyve mbledhja për të rënë një konsensus në mënyrë që edhe ata të vijojnë biznesin sipas kushteve që përshtaten me objektin e punës që ata kryejnë. Kalojmë tek pyetjet, kush ka pyetje nga këshilltarët lidhur me materialin e paraqitur nga ekzekutivi. Materiali ka ndryshuar nga hera e parë. Besoj se po. Po, nuk e keni vendosur. Po, janë bërë kopjet e përshtatshme për gjithë këshilltarët.
Po. Po, zoti Peçi? Po, patjetër, shikojmë atë. Po. Diskutimet u bën. Ata mund të kërkojnë masën e ushtrojmë parsojmë të pak. Jo, materiali da shoqë të të materiali. Ai do ai ka profesorë da shkolla. Po, zoti Ahmeti? Bëhet takim të vendimit interes, ka në dëshim në atë projekt vendim të në këtë sot, të kanë atë material. Atëherë ndryshimi është përcaktuar vetëm tek vendodhja dhe njëkohësisht është diskutuar me grupin e interesit që pika fundore ku do vendoset mjetet lundruese do jetë në fundin e Po. Numri 6. Nga 4-6, sipas propozimit që bëri dhe zonja Alkushi dhe njëkohësisht miratuar. Po. Patjetër. Bashkëpunimi ka qenë ndërmjet kryetarit bashkisë dhe grupit interesit. Vendos. Ja, qëllimi është që ata të kryejnë funksionin e tyre ekonomik, por mos të prishin destinacionin. Ne duam të largojmë mjetet nga xhiret. Nuk vjen njerëzit për që nuk shkojnë njerëzit që të pinë benzinë. Shkojnë njerëzit dhe anë. Kjo është qëllimi kryesor. Po duam të shtojmë familje, kjo është siguria është elementi kryesor. Po, zoti Para se të bëjë pyetje e mira se na shërbi në atë se jemi shumë të raportuar në rastin të bazimit të tyre. Po zoti Nuk shkojnë vetëm 2 nga ato që kanë qenë 4 ekzistuese që ishin në gjetën e kaluar, shkojnë vetëm 2 tjerë. Dhe qa ka ndodhur këtë është që kemi përcaktuar dhe vijim për këtare që do thotë i kemi nxjerrë stafet mjetet lundruese jashtë plazheve që mos futen brenda në përqire. Kjo është kryesore. Po, kemi që pak specifik të kjo, sepse duhet ishim në për zona që janë të mbrojtur nga deti. Duke qenë se eksamini nga deti, që të ishim zona që janë të mbrojtura. Kështu që nuk janë në plazhe publike. Janë në plazhe publike. Aksesi është plazh publik, nuk është në plazh privat. Është shumë e rëndësishme. Që nuk paguajnë. Kjo është e rëndësishme që nuk paguajnë. Vendimi tim nuk kanë një jetë sa me kanë të atë të fondit. Vendimi janë dalë por janë ku ka vetë. Vendimi tim pjesa nga tika që historikisht për bazimin e skapeve të kufirit, të pjesa nga kufiri, duke kuar nga plazhi publik që kemi, dhe në vazhdim. Por në vendin e një që mund të ashtu, shmangin të rritë, shmangin të pjesa e shkullora dhe nga dalë që e provën dalë që në 12, që në votë shkutojnë një, ose të dhënë në dhimë të njësa e shumë të keqë, atë e morino, shumë është... Të gjitha plazhet janë bërë në konsultim me gjithë grupin e interesit. Se grupi i interesit dhe di shumë mirë sot çfarë problematika ka dhe ku janë. Në bazë të konsultime me grupin e interesit atje, u vendosin këto vendazim. Nuk është se i kemi menduar vetë në vetë. Prandaj dhe shtuam 2 tjera, duke qenë se 2 që ishin nga ato të propozuara nga bashkia. Ndoshta mund kishte problematika në ankorim kur ka të. Po, janë saktuar me këna hartë. Atëherë, në bashkëpunim me grupin e interesit janë caktuar 6 vendbazime. Dhe ndryshimi thelbësor është ajo që përmendi kryetari i bashkisë, që mjetet lundruese nuk do parkohen më në atje ku janë parkuar, do parkohen në fund të pluskuseve që do vendosen për të kaluar qytetarët dhe për të jepur në mjetet lundruese. Kjo ka qenë... Disa janë përgjite këtës? Si? Disa janë përgjite këtës? Po, pluskusë. Po. Ata kemi të tek duhet
plazhet publike të Karagjini, një nga ato një turizmi në pjesë, Ka posë turizmi? edhe pjesa tjetër janë për një hotel për pjesa jashtë për plazhet aty. Dhe është bërë nga një bërë ai moli që zbërja këto përshimit të shqiptores, edhe një përshimit që është më këtej. Po duke që se të moli ka më shumë dete, ka di që dhe mund të këtë dete, bëhet i pa mundësushëm. Prandaj edhe u shtonë të dy tjera që ja më të brojtë. Gjithë grupit e nësë ka në dakon. Është turizmi ku do e bora, që sa të të Ne kemi zjetë, profesor Jashi, ne kemi larguar shumë jam mole për shumë. Janë televizishme dhe ne i kemi larguar nga gjithë. Kjo është profesorja që do thotë njerëzit kanë mundësi të lajnë det edhe të kenë jetën e sigurt se është elementi kryesor. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ka dikush pyetje tjera nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 41 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 3 të rendit ditës. Informacion lidhur me inventarizimin e pemëve dhe hapësirave publike për zonën e Eksamilit dhe qytetit Sarandës. Kush ka pyetje nga këshilltarët, besoj se materiali është vënë në dispozicion, kë ka qenë një pyetje ngritur nga këshilltari zoti Koçiu. Plazhet publike janë si ka qenë vjetë. Plazhet publike janë bides janë shtuar të vitu shumë dhe rësia është që janë free. Ndryshe nga bashkitë e tjera, me plazhet publike kemi gjitha pa pagesë. Ja dhe kjo do diskutohet e Po. Këto plazhet publike do kisha vendimin që të bëjë e kontrollat edhe të bëjë këto plazhe për mirëmbajtje nga këta subjekte që janë lidhur ose janë ushuar. Shumë e rëndësishme këto pjesë. Nuk e tjerë kemi juridikisht i detyrojmë dot, po Po, nuk ka votim. Po. Atëherë, duke qenë se kjo pyetje është ngritur nga zoti Koçiu, materialin e keni marrë në dispozicion, konkretisht pyetja lidhur informacioni lidhur me inventarizimin e pemëve dhe hapësira publike për zonat e Eksamilit dhe qytetit të Sarandës. Ka ndonjë pyetje? Po. Po, zoti Ahmeti? Këto informacioni ka bërë shtentuta dhe prefekt, për madhe mërësi, jo se dua shumë të themi, po dua të shem që t'i vazhdimit sa më shumë ato skjesi i kanë vjetë të reja, se ato s'kan bazament në reu, ato i kërë në qare gjashtë të dure gajtari, s'kan bazament në reu, kanë të cekë të buonu, i parë sot që janë fishur në Po, faleminderit zoti Ahmeti. Po, zoti Koçiu? Pyetje nuk kam, po kam diskutimi. Jo se s'kam tjerë pyetje, kam diskutimi. Po? Atëherë falenderoj dhe unë Rustemi për përgjigjen, më në fund pas kaq kohësh u kjo një përgjigje, pavarësisht se është një përgjigje thjesht me shifra, ne nuk kemi kërkuar shifra, por kemi kërkuar planet edhe hartat bashkëngjitur në mënyrë që qytetarët të njihen edhe në faqen e Bashkisë Sarandës, se cilat janë hapësirat e gjelbëve të Sarandës, janë hapësirat e planifikuara për territore sportive, për lulishte, për këndë lojrash e me radhë. Duke mos paraqitur këto hartat përkatëse me koordinata dhe me sipërfaqe, për secilin sipërfaqe, ky është një informacion i thatë, sepse ne nuk e dim se ku janë këto, do të dim ku janë këto sipërfaqe, sepse qëllimi është që këto të mbrohen dhe të mos bjen prej abuzime të mundshme nga qytetarët, sepse nga viti në vit shikojmë që sipërfaqet zvogëlohen
zjen me ndërtime, qoftë dhe kemi kërkuar që edhe ato që janë vënë me qira të jenë të azhurnuara. Sa sipërfaqe nga këto janë vënë edhe me qira, janë për shembull kioska shërbimi provizor e kështu me radhë. Kështu që në këtë kontekst përgjigja është një përgjigje shkurtër e thatë dhe bashkëria do të ketë një informacion më të gjerë, do të ketë hartë përkatëse, të azhurnojë ato publikisht, sepse vetëm kështu mund të ruajmë këto hapësirat publike dhe me destinacionet përkatëse, terren sportiv, lulishte, gjelbërim e kështu me radhë. Faleminderit. Gjithsesi është dhe një informacion, por duhet plotësuar. Dhe qëllimi i kësaj kërkese ishte që bashkia duhet marrë masat që ky informacion të jetë publik, se vetëm në këtë mënyrë mund të ruajmë sipërfaqet në vazhdim. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Koçiu. Kalojmë tek pika e 4 e rendit ditës. Informacion mbi problematikat e konstatuara gjatë zbatimit të projekteve publike lidhur me cilësinë e punimeve dhe standardet e sigurisë rrugore. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Ahmeti? Bashkia atë rrugë dhe rrugën atë mështetë që gratarisën atë dini, rruga nga policia por vetë vite që ka kaluar me mjetë. Dhe çfarë masa ka marrë, nëse ka marrë në shërbim, si e ka marrë atë gjë? Nuk është marrë, nuk është marrë. Po kryetar? Nuk është problem me rrugës, problemi i shira në poshtë, problemi trupave të shkartimit të urave të shirë. Zoti kryetar, shkartimi i urave, ajo firmë që u shkapur rruga. Por një gjë është e sigurt që nuk është marrë atë. Ajo është nga ato tubacione dhe sikur prapë ta mbjellë në atë fakt se nisë një gjë do përsoj. Ata që do të shkojnë në për të kontrollojë punimet. Ato tubacione sigurisht në asaj kohë edhe nuk ka të mshëmë. Është ka okay. Zoti Koçiu. Rruga e Demshën është ja kemi drejtorin këtu, mund t'ja përgjigje saktë. Ajo është histori e vjetër tashmë, nuk është se është problematike e ndodhur tani, ka vite që. Gjuna, dhe për pjesën e rrugës Rrugaj që kisha pjesë këto rrugë, në hapën e mbyllën në do javë, gropa me ata kurte vetë, çfarë që s'kena? Po problematika që i hasen ne i transmetojmë dhe kompania vjen i ka detyrim për të mirëmbajtur. Kompania për shembull, jo të marrë paradigmë, për shembull, të paguajnë parat për të marrë në $100, është skandal. Dhe të metën, po nderu, po bëjnë punime atë, po bëjnë masa punë të vjetër, do bëjnë që punime të kapitanë. Të punojnë natën. Në radhë, po natën, juji të asaj kohë, bëjnë natën tjetër. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ju s'bëni fare. Po, zoti Ahmeti, ju lutem. Jemi te pjesa e pyetjeve. Me të vërtetë në Ksamil bëhen goxha investime. Por për të ardhur keq është javashllëku dhe mospërgjegjësia në afate dhe në cilësi. Kemi rrugën Hirse që është punuar dhe ishte nga kompanitë më të mira që punonte për bypassin, ka ngel në gjendjen më të keqe të mundshme. As punohet, sinjalistika problem, hyrje dalet aty tek turi, hotel turi aty në Ksamil, problematika pafund. E njëjta situatë dhe me shëtitore. E njëjta situatë dhe me atë që ka marrë. Nuk punohet, ka fate kohore. Ka fate kohore. Në blet. Po. Qëllimi atje është që mos trajtohet si rrugë për investimi i arshës në përgjithësi, po trajtohet si investim i rrugë turistike në shusë dhe rrugë nacionale. Prandaj ne kemi kërkuar që të bëhet të rishikohet gjelbërimi, të rishikohet shërbëtorja, të rishikohet sinjalistika dhe në direktive e ka marrë parasysh, po rishikon kemi gjitha këto ndryshime, të cilat do
do të vazhdojnë në vijim. Por nuk ka mbaruar akoma, kështu që është në proces. Kurse shittoria është në procesin e vet, ka kohën e vet, nuk bëhen dot rrugët me një ditë as me një muaj. Kryetar, janë investime shumë të rëndësishme, është pa justifikuar fare. Do të thënë, ki javashllëk dhe kjo nuk ka javashllëk fare. Po, jo nuk ka. Po ka më për si tan ka, për si të bizneseve ka. Sepse sot në Ksamil të gjitha rrugët dhe rrugicët janë të aksesueshme për të vazhduar në mënyrë normale të gjitha bizneset. Shëtitoria jo. Po patjetër, sot është ashtu. Ta shohim bashkë. Po vazhdon pulimet. Derisa të jorë do vazhdojmë. Deri datë do lejohet datën 15 qershor, punimet e firmave. Po, deri 15. Po. Do marrë deri 15. Po. Nëse do pezulloj punime, do vazhdojmë shtator prapë. Çfarë problemi? Po, do jetë në ato gjëra që është. Do shta me letë veçantë, duke qenë se është projekt i rëndësisë publik, mund edhe të vazhdojmë me letë veçantë, vazhdojmë punimet edhe ca ditë tjera. Me orar të reduktuar dhe s'ka asnjë problem. Po punimet do vazhdojnë. Investimi do bëhet, është për të mirën e të gjithëve. Nuk bëhet investimi se do ti sot ta mbarojmë sot. Investimi do kohën e vet. Ata kanë afate kohore. Investimi do kohën e vet. Unë kam shuditore. Unë dhe ti jemi ata njerëz që bëjnë investime dhe ti shënjë që nuk bëhet se dua unë sot. Sot janë investime private dhe nuk parin do të kapin sezonin për shumë arsye. Për fuqi punëtore, për problematika tjera, kështu që edhe ajo nuk është. Por sot gjitha aktivitetet në Ksamil janë funksionale. Dhe jo vetëm Ksamil, në Saran asnjë biznes nuk është cënuar gjatë sezonit turistik. Ne kemi menaxhuar në mënyrë tillë që të gjithë të kenë mundësi të krijojnë të ardhura gjatë sezonit turistik. Nuk flas për pjesën tjetër, flas për pjesën shumë. Kjo është desa në Ksamil. Unë për të ty apo them për fazë seksueshme është si vjet aty nuk do bëhet shëtitje sepse aty të mbi plluhet të mbi balta. Jo, dakor, nuk është vërtet fare. Kjo është faktike. Nuk është fare. Të kisha. Po faleminderit, po zoti Gërduqi. Unë kisha një pyetje në lidhje me qenë se jemi do miratem sot në lidhje me hapjen e stacionit të ri të autobusave. Ka shumë, na kanë kontaktuar shumë qytetar, por edhe specialist në lidhje me hyrjen dhe daljen nga stacioni i autobusave. Për procedurë ne kemi pikë në rendite. Po mirë është pjesë e infrastrukturës, më lërë të mbaroj pyetjen, pjesë e infrastrukturës është dhe s'ka në gjeni qofë se zaurojnë tani, çdo pjesë pastaj. Tani, është problematik në lidhje me kështu dhe pyetja ime që këtu ka ndonjë plan në perspektivë që të ndryshoja o mënyrë hyrje dhe dalje, apo do jetë ajo që është ashtu do ngelet, se unë mendoj ose të paktën specialistë që na janë shprehur që është problematik që do krijohet dhe ngërç atje, po edhe aksidente mund të ketë. Po faleminderit zoti Gërduqi. Ne sot kemi siguruar që paktën aksidente gjatë hyrjes daljes mos ndodhi. Megjithatë gjatë punimeve të rrugës 6, ndoshta mund të shohim një mënyrë aksesi tjetër, por ajo është për të parë gjatë investimit për të filluar rrugë 6. Kështu Po faleminderit. Po zoti Alikaj. Përshëndetje, doja të pyesja për këtë investimin në zona turizëm Kanali Çukës që ka mbaruar ai aksi. Ka shumë problematikat e pjesa e sigurisë rrugore aty, po vazhdojnë vendosen tabelat, mirë po qytetarët të shumë vazhdojnë dhe vinë kundravajtje, sado që rruga ka kaluar me një sens. Problemi tjetër që po shikojmë janë ato rrugët lidhse, sepse ka ca rrugë lidhse me pjesën e sipërme, që prap krijojnë problematika do sinjalistik hyrje daljet. Një pjesë tjetër që me qenë se është dhe kryetari që kjo është shqetësim në banorët e zonës atje dhe në ato që operojnë në fushën e hotelerisë ose të restoranteve, është pjesa se shumë biznese ose hotele, pjesa e turistëve që dalin, përdorin shumë transportin publik, ndërkohë që aksesi për të shkuar një qytetar në Sarandë bëhet nga rruga në sipër. Dhe një qytetar ose një turist duhet të dalin nga rruga poshtë ngjitet me këmbë deri nga sipër për të aksesuar urbanin që vjen nga Aksamili në drejtim të qytetit. Mos ndoshta mund të krijojë me këtë shoqërinë e transportit, sepse të bëjë një unaz të shkurtër nga hyrja e qytetit, të kalojnë deri në kanal të Çukës dhe të kthehet nga sipër, sepse është shumë problematike. Po të dalësh të shikosh turist me çanta ngarkuar, ngjiten me këmbë në atë maloren të ajo hotel Panorama që ka lartë edhe që të aksesojnë autobuset.
Jemi duke parë gjithë të rrugët paralele. Jemi akoma në proces investimi, ne kemi ndaluar punimet në gjysmën e rrugës, se çdo investim ka nevojë për kohën e vet, kështu që për mos të prishur sezonin turistik ka asnjë nga bizneset e zonës, ne ndaluam punimet dhe fillojmë prapë në tetor, pasi të ketë mbaruar sezonin turistik. Ndërkohë jemi duke parë dhe rrugët paralele për të bërë të bypasset e vogla, ndërkohë për sistemin e mobilimit urban aty akoma është në proces, nuk mund të flasim do tani, se vitin tjetër do mbarojë gjithë investimi. Për sa i përket stacionet autobusave, ne këtë po krijojmë mundësinë që njerëzit vinë me këmbë në qytet, të ecin, sepse turistët vinë për të shijuar, për të ecur me këmbë jo me makina, themi të drejtën. Prandaj edhe ne po mundohemi më shumë të japim akses njerëzve që të ecin me këmbë sesa të ecin me makina. Kjo është dhe qëllimi që ajo rruga u shtua trotuari për të ecur me këmbë. Kështu që nuk besoj që kjo është problematike për turistat, okay, ndoshta për njerëzit që duan që jetojnë atje, se ka dhe njerëz që banojnë atje, jo vetëm sezonal. Patjetër ne po shohim mundësinë e mobilitetit urban për autobusat në brenda qytetit. Me bërjen e stacionit të ri dhe atë do të fillojmë së shpejti. Faleminderit kryetar. Kalojmë tek pika 5 e ditës. Informacion lidhur me ecurinë e procesit të trajtimit të kërkesave për përfundimin e kalimit në pronësi në kuadër të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 329 datën 25/2019. Besoj se informacioni është në dispozicion nga ekzekutivi. Kush ka pyetur në këshilltarët? Oni pyetje kategoria të klasë, kundo dhe poprona, çfarë gjë janë sot, nëse preken interesat e qytetarëve ose jo, dhe qytetarëve që mund të kenë posedim. Në përgjithësi, në informacion ka është I plot shpjegimi I gjithë procesit që është trajtimi kërkesa për fundin e kalimit pronësisë. Ky proces në fakt është kompleks, përfshin disa drejtori, përfshin drejtorinë e planifikimit, urbanistikës dhe drejtorinë juridike. Kemi ndërkohë dhe një bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, që në këtë moment ky proces dhe kompleksohet. Por deri tani kemi arritur që të përfundojmë dhe të gëzojmë qytetarët e tyre natyrë të pronësisë dhe mëtej bëjmë të korespondencë me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për regjistrimin e këtyre titujve. Po faleminderit. Tani kush pyeti nga këshilltarët? Po Atëre, zoti kryetar, në lidhje me këtë proces, ne të njëjtat shpjegime I kemi dëgjuar nga era, e vërteta është që ky proces ecën shumë ngadalë dhe nuk shërben ashtu siç duhet qytetarët në kohë. Mundoja të pyesja dhe ty drejt për drejt, ne ngritëm një komision në lidhje me këtë problematik, dhe pse dështoi ky komision dhe nuk është bërë aktiv, domethënë që ta shikonte një çik më në thellësi këtë problematikë, ashtu dhe njëkohësisht të pyes a do ekzistoj ky komision dhe do ta bëj punën e vet apo jo? Po faleminderit shumë për pyetjen. E kisha shumë domosdoshme për pyetje. Sigurisht ne kemi miratuar këtë pikë në rendite për ngritjen e këtij komisioni, po me sa shoh qytetarët, duket edhe nga prezenca sot në mbledhje, kanë angazhime të tjera përveç mbledhjes së Këshillit dhe detyrave që U takon sipas atributit që ka marrë në rolin e përfaqësimit dhe asnjëherë nuk kanë qenë prezent në thirrjen nga Sekretaria e Këshillit Bashkiak. Asnjë këshilltar, qoftë në komisionet aktuale që janë detyrim ligjor për mbledhjen e çdo muaji. Jo më pasaj për komisionet posaçme. Kështu që madje rastin
të heq vëmendjen gjithë shqiptarëve të marrën pjesë në mbledhjen e Këshillit dhe njëkohësisht të zbatojnë gjitha detyrat e caktuara me vendim të Këshillit Bashkiak për sa u përket komisioneve të posaçme me objekte të caktuara. Faleminderit. Dhe për ta plotësuar, sepse dikush thot kush, kryetarët e grupeve. Kur je kryetar grupi ke përgjegjësi për gjithë anëtarët e grupit. Nuk mund të jetë zoti Meraj kryetar grupi dhe po të shikojnë mbrapa ka vetëm një këshilltar. Ai sa ka grupin të ketë përgjegjësinë për marrje pjesë në komisionet e Këshillit Bashkiak dhe njëkohësisht të ketë prezencë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak me interesimin e kryetarëve të grupit. Pyetja është, a do tentohet që këtij komision ta zhvilloj objektin e ngritjes së tij apo do ta lë me kaq? Sapo të marrë pjesë në thirrjen e sekretarisë së Këshillit, ky komision do të bëjë punë. Por të thirrur nga sekretaria e Këshillit, asnjë nga këshilltarët nuk ka marrë pjesë në ky komision. Kjo është përgjigje. I përkohsh. Edhe se rroj unë në se Nuk kam nevojë. Si do krijohet komisioni kur këshilltarët nuk marrin pjesë në komisionet të përkatëse? Atëherë kërkoni fjalën, Po zoti Meraj? Këshilltarët marrin informacion në mënyrë individuale në gjitha rrugët që jep ligji. Dhe krimi komisionit, ndoshta s'ka nevojë fare, por unë jam ka marrë informacion që janë 100 kërkesa, janë plotësuar 70 kërkesa. Dhe nuk kryen komision për të bërë presion bashkisë kopës popi, kur në të vërtet ato raste që nuk përmbushin kushtet për të lidhur kontrata dhe nuk do t'i detyrojnë punësit e bashkisë të shkojnë në burg, sepse duan me këshilltarë, ka ratë firmosin kontrata të palishme. Një të gjë, ne ju kërkojmë atyre prit, ne ju kërkojmë të ta shpjegojmë mirë këto. Ne, jo, ka gjësh me vëmendje, sepse nuk kemi ne të bëjmë presion. Do të qenë nevojshme, mos qenë nevojshme se ngrimë Ngrihet komisioni. Atëherë të lutem. Ky komisioni Ka propozuar për ta ngritur, jo se kemi është propozuar për të ngritur. Pyetja ime është konkrete, përse nuk është ngritur dhe ato ka kryer funksionin. Të lutem. Të lutem zoti Kërbush. Çdo shqiptar ka gjitha rrugët ligjore që ka marrë informacion. Është e vërtetë që është propozuar në Këshill që të ngrihet një komision, i cili nuk është ngritur. Dhe se do të ngrihet do kishte protokoll, do kishte kryetar, do kishte sekretar, do kishte edhe afatin ligjon se sa do ishte. Do kishte edhe programin e punës se çfarë do kryete, se çfarë jemi ne. E kemi këtu dhe u ngrit komisioni. Komisioni ngrihet në ndërgjën e kryetarit dhe të kryesisë. Dhe bëhet dhe plani punës se çfarë konkretisht do hetojë, çfarë jemi ne. Do hetojë bashkia se na do qeni ne, jo. Po pra, kjo është pyetja. A e kemi marrë atë vendim? Ku ti bie përgjegjësia? Pse nuk është shkryer? Se asnjë ka Po pra, kush ka përgjegjësi që se shkryhet? Ti e ke përgjegjësi që edhe unë, edhe të gjithë që do ta kishte propozuar. Atëherë të lutem zoti Meraj. Nuk është kryer komisioni dhe këtë vjen kryetari dhe kryesi. Por ne si komisioni juridik kemi marrë informacionin që problemi i lidhjes kontratave është edhe delikat, është edhe ligjor. Dhe unë nuk mundet si Këshilli Bashkiak të detyroj ose të bëj presion në punësit e bashkisë, të cilët më përgjegjësi para. Faleminderit zoti Meraj. Atëherë sekretaria e Këshillit në mbledhjen e ardhshme të therras të ripërsërit kërkesën për mbledhjen e këtij komisioni. Me kryetarët e grupeve dhe kryetarët e komisioneve që do marrin pjesë, siç është përcaktuar në mendimin e Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Ka dikush pyetje të tjera? Ju lutem qetësi. Kalojmë tek
pika e 6 e rendit ditës, përvendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin prill 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? E kjo pika e 6 e rendit ditës, diskutime, ju lutem qetësi, ju lutem. Diskutime, faleminderit. Hedhin në votim për vendimin numër 34, kush është pro? Kundra? Abstenim, miratohet. Kalojmë tek pika e 7 e rendit ditës. Për vendimi dhe një vendimis ekonomike nga tarot e bashkisë për muajin prill 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit. Hedhim në votim për vendimin numër 35, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 8 e rendit ditës për vendim për miratimin e listës përfundimtare të familjeve përfituese nga programi i strehimit për vitin 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit. Hedhim në votim për vendimin numër 36, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 9 e rendit ditës, për vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 153 datë 23/12/2025, lidhur me numrin e punonjësve të ndërmarrjes së shërbimeve publike. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Ahmeti? Se edhe unë bashkohem me tija për shprehjenjat time për komisionet të cilët ata këshilltar që janë në komisionet që unë drejtoj, isha i vetëm dhe nuk paraqit asnjëri. Ato përgjegjësi kemi marrë përpara aty kemi kërkuar votat, besoj se duhet i maksimalizojmë deri në fund. Në mbledhjen e komisionit për këtë projekt vendim, unë kërkova një shpjegim nga zira juridike nga zonja Lula që është aty, dhe duhet ta dëgjoj përsëri këtu, që këta punojës do të ketë specialist apo do të jenë vetëm punojës për pastrime, më falni, tualetave, sepse të funksionoj ai me sa mua vesh më thatë që është për atë shtëpinë e misardhjes. Të funksionoja në mënyrë ashtu si që kërkojnë parametrat, duhet të ketë dhe specialist. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Po, zoti Duka? Zoti Dine shtyje pak derën. În momentul în care punojë ka të vjetë punojës. Ka do jenë punojës parkimit, do jenë sanitar dhe birmarës. Sepse ati ka një pjesë që konsiderueshme të gjerë. Punojësit do jenë të pjesa e artës, do mendojnë nga teritoria që nga njësojnë, të jenë punojës të cilët janë nga aktivisht, që do organizojnë në mbarvajtje të pjesës së parkimit, pjesa dhe do jetë sanitar dhe mirëmbajtës që diskutuam më lartë. Dhe diçka aty për momentin, derisa kjo si situatë kolaudor, do të jetë pa pagesë. Po, faleminderit zoti Duka. Po, faleminderit zoti Duka. Ka dikush pyetje të tjera?
Diskutime. Faleminderit, hedhim në votim për vendimin numër 37, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 10 e rendit ditës. Projekt vendim për disa shtesa dhe ndryshime në mendimin e Këshillit Bashkiak, numër 135, datë 27/10/2023 për përcaktimin e disa kundravajtjeve administrative dhe saksioneve që vendoset në teritorin e Bashkisë Sarandë. Besoj se materiali është shpërndar, kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime. Faleminderit. Hedhim në votim për vendimin numër 38, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek, ju lutem qetësi, kalojmë tek pika 11 e rendit ditës, projekt vendim për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të sipërfaqes së trua prej 8.911 metra katror, pjesë të pasurive me numër 27 fraksion 117, numër 27 fraksion 129, numër 27 fraksion 116, numër 27 30, numër 27 130, numër 27 131 dhe numër 27 46, me sipërfaqe totale në zonën kadastrale 86-42. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Ahmeti? Edhe në komisionin ton për këtë projekt vendim kam kërkuar nga drejtoria juridike, në qenë se kjo bëhet pronë e bashkisë i kalon 8.911 metra katror, që do t'i shërbej asaj shtëpisë mirëseardhjes, qendrës mirëseardhjes në Sarandë. A ka leje ndërtimi ai objekt një dhe leje shfrytëzimi ose kualitimi si ta gjikoni ju e emrin? E para kjo. E dyta, këtu thot vendosi që funksioni në fushën e infrastrukturë dhe shërbimit publik, transportit publik. A ka vendim të Këshillit Bashkiak për terminal të udhëtarëve? I thom të gjitha pjetët apo të i thom rezervoj një nga një? Po të gjitha më të thoni, zoti Ahmeti? Po. Po faleminderit, po ju dëgjoj. Kam akoma, nëse do të... Po ju dëgjoj, po. Pyetje po dëgjoj. A ka certifikat sigurie të hyrjes daljes në rrugë nacionale nga specialistë të miratuar për sigurinë rrugore? A ka bashkia në plan konkret në qoftë se do të realizohet terminali dhe të gjitha shërbimet e udhëtarëve do të trajtohen në atë qendër të mirëseardhjes për informalitetin, sepse do bllokoj bashkia gjitha mjetet e rrugëve atje, po këtu do të hinë të gjitha ata në thonjza miq e informalitetit dhe miu do të shih pasaj. Këtu dua të përmend bashkë me pire që bëra, me qenë se është dekretari i bashkisë, që është shumë e rëndësishme vendimi i Këshillit Bashkiak se nuk të lejon ligji numër 90-96 i kodit rrugor për hyrje daljet në rrugë dhe për terminalet. Që të bësh terminal duhet të marrë vendim Këshillit Bashkiak. Me sa të di unë, që patën kam 3 mandate këshilltare, nuk ka asnjë vendim të Këshillit Bashkiak për terminal. Terminalet përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, udhëzimet dhe ligjet nga Këshilli i Ministrave vendosen në dispozicion të bashkisë. Bashkia e ka rezervuar këtë ligj të kodit rrugor? Po. Që do i mbledhej se nuk do funksionoj asnjë hyrje dalje atje, është një burim aksidenti sot. Po imagjino që të dali një mjet me 3 akse, ose të hyjë dhe të jetë dhe trafiku duke vënë atë koeficientin
e njerëzve të më falni që përsërit të droguar të njëri tjetër, që vetë policia është ekzistente në këtë drejtim, ne si këshillë dhe si bashkirë të drejtë duhet marrë masa. E mbarova bashkë me pjetë e kishë rejtë. Faleminderit zoti Ahmeti, po zonja Koka? Atëherë, objekti patjetër që ka lidhje ndërtimi, është i palisur me dhe është ndërtuar sipas legjislacionit fuqi për gratifikimin e territorit, patjetër që është palisur me leje ndërtimi. Objekti aktualisht ndodhet në fazën që nuk është dorëzuar, sepse si kundër e dini është një projekt i cili ne jemi përfitues dhe është zhvillohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Juridikisht ende gjithë procedurat administrative, dokumentacioni dhe besoj se këtu është përgjigja e pyetjes suaj për sa i përket gjithë këto dokumentacion që ju kërkoni, do të jenë pjesë e materialit që do jetë pjesë e procedurës së dorëzimit të asetit pranë bashkisë. Kështu që në momentin që do dorëzohet aseti, do të jetë i pajisur me të gjithë dokumentacionin që kërkohet nga ana juaj. Përsa i përket studimit, përsa i hyrjes daljes tek këto, mendoj se është një pyetje që lidhet me dhe e zauruar kur në fazat përgatitore që është planifikuar projekti, kur në vitin 2020 në mos gaboj janë zhvilluar disa dëgjesa me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Bankën Botërore lidhur me terminalin dhe ka qenë pjesë të studimit të mobilitetit. Kështu që besoj se këto janë pjesë të zauruara në momentin që ky projekt është miratuar dhe është studiuar për të ndërtuar në atë pozicion. Kështu që besoj këto janë gjitha pjesë të kaluara dhe kështu që nuk është objekt në fakt i këtij projekt vendimi. Me këtë projekt vendim ne kemi për qëllim përfundimin të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e këtij aseti në pronësi të Bashkisë Saran. Dhe prandaj në këtë moment ne kërkojmë nga ana juaj të miratoni kërkesën për të na transferuar pronësia e gjithë truallit përtej objektit që i cili dhe leja e ndërtimit është aplikuar për Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për të regjistruar. Faleminderit, zonja Koka. Po. Edhe kam ashtu dhe këshillëve të dojnë. Unë të gjitha këto i konsumuan dhe në komisionit. Por duhet të studieroj që përpara se të marrin bashkia në dispozicion, duhet të sigurojnë masa teknike të objektit. Dhe masa teknike hyn dhe ajo certifikata e hyrjes daljes së sigurisë. Ajo është pjesa më kryesore dhe do të kemi ordinën për ta miratuar ata do të japim sepse e kalojnë për bashkinë, bile ishim të gatshëm nëse ka puna tjetër dhe ta shtoni akoma, të bëhet dhe parkime dhe më i madh. Po hyrja daljen në rrugë shumë elementare që duhet ta sigurojmë sepse do të ketë aksidente dhe këtu do të jenë të parushme mbrapa. Gjitha, ato tabat, në mendimin tim, dhe këta i bashkëtu nuk bëhet që vendosur fare, pa marrë në dorëzim dhe pa u vendosur certifikata dhe sigurisë të hyrjes daljes në rrugë. Disa tjetër, zoti kryetar duhet që qytetarëve, udhëtarëve, të gjithë rrethurin e saj duhet të sigurohet shërbim terminal qytet. Mund të ikim me valizën e pulis, aty përgojë se ato rrugë, apo qoftë dimra, qoftë behatëna. Këto janë vetëm që bashkëta e juaj që duhet të vjen më sa urgjentisht për një zi të çështme terminal qytet. Bashkë me hapjen e asaj, ja të manë 2009 të fjallë të gola kundështoj, sepse mund të participoni politikisht, duhet participoni si qytetar, edhe si transportues, që ne jemi pro një terminal i kemi qenë me kohë dhe jemi pro një terminal, por të jetë basë regular, sepse ne të përgjësia ngerit e ditë. Ja, da ishte me nga sot për sot një... Po, kryetar, faleminderit. Për destinacion në Saran, që është destinacion turistik, i plotëson gjitha kushtet, që gjithë turistët që vizitojnë këtë qytet të kenë akomodimin më të saktë të duhur, që duhet të destinacionin që është shumë e rëndësishme në fakt, sepse të gjithë të uajtë në masën mbi 90% përdorin transportin publik. Dhe deri dje rini në për kangjella, në për bordura, në për trotuare, kurse sot ka një vend realisht kur të vinë dhe t'ikin nga ky qytet dinjitas. Është një destinon të bukur. Për qytetin e Saranës. Gjitha pushtetet e këta në gjithë botën të tërë kemi prellë të pakën në Evropë të tërë kanë parë. Kush ka disiplinuar transportin publik, ka disiplinuar punën më të madhe të qytetit.
me gjitha të që në pasë të tia në të kullive në njëtë në rrasë. Por, tem që... Edhe siguria do jetë element shumë i rëndësishëm dhe nuk do ta lëmë pastaj. Edhe siguria, nëse do ketë nevojë për polici në terren, do vi policia në terren, policia bashkëore, kështu që jam i bindur që siguria rrugore do jetë prioritet i bashkisë. Për të zgjidhur këtë problematikë që ndoshta ketë drejtë edhe. Po, faleminderit kryetar. Ka dikush pyetje? Po, zoti Gërduqi. Po, unë dua të mbështetja të pyetjes që bëri kolegu Ahmeti. A ka marrë masa administrata në lidhje me transportin tani me qenë se bëhet gati dhe hapja, do miratohen dhe shtimin e punojësve për parkimet dhe këto, a ka marrë masa konkrete domethënë për vënien e një linje transport nga terminali në qytet të bëjë një unaz? Ko, faleminderit. Faleminderit zoti Gërduqi për interesin publik. Po Po, zonja Koka? Po, dhe në kuadrë të gjithë masave dhe fakt që do të ndërmerren nga ana e bashkisë për të vendosur këtë në funksion këtë aset, siç e kemi diskutuar në gjatë komisioneve, ne do të harrojmë funksionimit të saj dhe ku do të zhvillojmë të takime nga grupet e interesit për të marrë gjithë sugjerimet e tyre dhe zoti Ahmeti ka qenë shumë mbështetës për këtë dhe gjithë mbështetja nga ana e tij. Kështu që dhe në kuadër të këtyre masave do të shikohet kjo mundësi. Deri më tani është një linjë që operon që mbështet që shkon deri në 6, po që do të rishikohet kjo mundësi për të vendosur një linjë konkrete. Deri tani jo, sepse akoma jemi në faza paraprake për funksionalitete. Kështu që janë po pjesë e funksionalitetit do të ishte edhe kjo transporti nga është një linjë që thamë që operon aktualisht që mund të ambuloj, por që mund të rishikohet. Ne punon do të se ndalon do të ka shansë ndaloj linjë të marrë pasagjera dhe duhet të trumë të terminal, do të ishte menduar më mirë. Kjo të është konkrete, do hape, do filloj funksionin, si nuk të bërë një studim që të jetë pjesë përbërëse e hapjes dhe kësaj edhe transporti nga terminalin në qytet, një unaz në qytet të shpërndajen turistët dhe qytetarët që do vinë nga qytetet e tjera. Megjithatë, kjo ishte pyetja ime, përgjigjen besoj rezervuar. Faleminderit. Po, faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 39 të shkruar. Kundra. Abstenimi notore. Kalojmë tek pika e fundit e renditës, do të thotë miratimin e çmimeve maksimale për zonat prioritate të bashkisë dhe njësisa administrative ekstraordinare. Kush ka pyetje nga qytetarët? Po, faleminderit. Në lidhje me këtë projekt vendim, dakord është vendosur që të vendosen çmimet maksimale, le ta quajmë për zonën e Sarandës dhe të Ksamilit për shazlonet. Ideja është këtu, se unë dakord, hajtë ta miratojmë, po kam frikë se nuk do gjejmë implementim dhe pyetja është konkrete. Nëse një qytetar vete në plazh dhe ka problematik në lidhje me çmimin, domethënë ai zoti i subjektit nuk i përmbahet çmimit ose i kërkon më tepër, ku mund të ankohet qytetari te policia bashkiake, te policia e shtetit që të gjejë një zgjidhje? Domethënë, e miratojmë këtë, qytetari do vej me familjen, do kërkojë thot ai skami, thot ose janë zën ku dyer 1000 një arsye mund të ketë bosh, t'i japi thot se do t'i mbaj për t'i dhënë më tepër. Qytetari ku do ankohet, meqense jemi dhe para mediave dhe ta marrin vesh qytetarët që këto janë çmimet, po dhe kjo është dhe rruga që ju të gjeni të drejtën tuaj. Faleminderit. Erisia e këtij vendimi të Këshillit të Ministrave ka qenë në fakt mekanizmi për
të vendosur çmimet maksimale për sa i përket veprimtarisë së stacioneve të plazheve dhe tashmë çmimi do jetë detyrues dhe është pjesë përbërëse e kontratës. Kontrata e lidhur nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit në cilësinë e qiradhënësit dhe subjekti qiramarrës. Ne jemi subjekt përfitues. Për sa i përket pyetjes tuaj, ajo do të konsiderohet shkelje kontraktuale. Çdo subjekt është detyruar që të afishojë çmimet në hyrje të çdo stacion plazhi dhe nëse vërehet një shkelje e tillë, të gjithë qytetarët mund të raportojnë si pranë bashkisë, policisë bashkiake dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Dhe do të referohet si shkelje kontraktuale dhe nga ana e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit do të vlerësohet nëse përbën një shkelje e rëndë e kontratës për të vijuar pastaj me masat që janë parashikuar në kontratë. Kisha diçka, pa. Duke pak këto çmime të vendosura për çadra ndaren në zonën e Ksamit, tani Ksamili e dim të gjithë. Ksamili është një vend që i ka dhënë Zoti bukurit, ujin e pastër, ishujt, por fatkeqësisht nuk i ka dhënë plazhe natyrale. Ksamili nuk është as Simar, fatkeqësisht as Vlorë, as Velipoj, është një vend shkëmbor që të gjitha plazhet janë ndërtuar me kontribute, gjithmonë me leje nga këshillat bashkiake të kaluara. Problemi është se ato plazhe gjithmonë duhen me mbajtur. Jemi dëshmitar si vjet që atje çdo gjë u xherua. U xherua dhe vajte një identitet për 10 minuta. Po të kishte vazhduar 10 minuta do kishte marrë dhe malin deti. Dhe do kisha mendimin që ajo zona që është C, B, si është të i kaloj 20.000 lekë, se sot në Ksamili ketë gjitha çadrat me 10.000 lekë. Po vjen një moment që ka dindje se Ksamili frekuentohet, të kaloj me 2.000 lekë çadra, tjetë një zonë, zona tjetër tjetë me 3.000 lekë, sepse si vjetë më i vogël ka gati 30 milion lekë të vjetra investim dhe vazhdojnë të edhin akoma. Dhe unë do isha i mendimit që me që Ksamili është vend elitar dhe e shohim të gjithë që gjitha agjencitë prestigjioze kur duan të promovojnë Bregdetin dhe këto, marrin Ksamilin, marrin ishujt e Ksamilit, marrin aty te plazhi Kamaj. Domethënë, mendoj që të ketë dhe një plazh elitar. Edhe mendoj këtë plazhin, më dëgjon zoti kryetar, plazhi SR 129 që të jetë një plazh elitar për të ka dhe nivel të lartë që vinë në Ksamil. Është dhe në interes të plazheve që janë afër, se po su mbushi plazhi, pjesa tjetër rimbosh, të ketë një diferencë çmimi tek i plazhi. Plazhi SR 129 dhe kalimin e të gjitha e çmimeve 20.000 lekë çadra, që kjo pjesë e këtij çmimi, domethënë, operohet në 5 dhe në 25 gusht maksimumi, se ati janë 15, 20 dhe Gjergji që ka plazhe nga më të mirët me 20.000 lekë ka punuar vjetra. Faleminderit juve. Shikoj të hidhe në votim këtë propozim. Jo kam i fjuri unë për plazhet që kanë bërë me këtë merë një dhe gjitha. A kemi të rejtë nësë që të shkjame, si të shkjame, që në bërë në shime dhe projekt. Dhe sonë të të tjera, se da ka janë sa të sri për efektet për projekt dhe vitë, jo të këtë mërë, o flasë, a në mërë të gjithë vitë tonë për Në statusin një një. Ashtu, sepse nëse bashkia ose qeveria ka shitur një produkt dhe nuk ka pra në 300 metro libër jetare ka një plazh publik dhe ka shitur produktin, atëherë a mund ta kushtëzoj investimin që mund të bëjnë operatorët privat, të kryuar pranë, të kryuar një vetë, të kryuar pranë. E ka bërë produktin qytetari, pra e ka bërë e ka paguar të qita, dhe në vidu ko, më këmoja ka lënë që një 300 metra vi servitare, të jetë një plazh 300 metra katrore publik. Pra e ka zgjitur problemin e shqipjes së produktit dhe ka lënë edhe plazhi publik. Mi qytetarë që do të krijojë nivel të lartë të shërbimit në
mos me ndërhym në konkurrencë, ndërhym të zhvillim me të lloj të mundesh të bëj pyetje këshillit dhe gjithë bashkisë. Që ne kemi marrë lekë të qiras, kemi marrë lekë të taksa, kemi marrë gjitha, dhe ajo të ndryrë një nivellit të borgjezve. Që do të vetë borgjezve të ky lloj produkti, do produkt të shtrejtë, luksi, e do tavolinët me shishe 300 euro, e do shëzonin, e do aji, përmeni se pra, ja ke shqit produkte dhe pastaj ti nuk e dhe që e në konkurorës. Që unë e bëj si pyetje, dua një përgjigje. Faleminderit. Nga kryetari i bashkisë, o dhe nga zona juridike dhe nga financët. Pse? Sepse nëse financa bashkisë është mbushur me produktin që ti ke shqiptar ke shqip si përfaqe, dhe pastaj ti nuk e lejon të zhvillohet. Pra të ndron nivelet e zhvillimit, po ta lëm në një nivel. Shikoj këto pushteti lokal dhe pushteti qendror janë për politika. Politika kryesore këtu është që Shqipëria sot nuk duhet të mbasit destinacion, duke rritur çmimet, sepse duke rritur çmimet ne mund të humbasim destinacionin në vitet që vijnë. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe prandaj edhe pushteti qendror dhe pushteti lokal kanë marrë këtë iniciativë për të përgjithësuar çmimin sipas zonave, duke bërë diferenca, sepse Saranda dhe Ksamili kanë diferenca në krahasim me bashkitë tjera. Bashkitë tjera kanë përdorur diferencime me çmime më të lira. Kjo tregon që niveli turistëve që vijnë Saranda dhe Ksamili është ndoshta edhe pak më cilësor. Por çdo biznes mund të ndjek politikat e veta shumë kollaj. Në rastin konkret ne po bëjmë çmime të përgjithshme. Ndryshe nga qytetet e tjera, Saranda gjitha plazhet publike i ka pa pagesë. Bashkitë tjera kanë përdorur metodologji ndryshe, edhe plazhet publike që i kanë dhënë administratorët e tjerë, i kanë përdorur me një çmim mesatar të lirë, por Bashkia Saranda ka të gjitha çmimet. Plazhet publike i ka pa pagesë. Kjo është diferenca. Kurse për bizneset caktuara mund të ndjekin tipologji të ndryshme të përqasjes së klientit dhe mund të bëjnë aksesimin në forma të ndryshme për të ruajtur këtë status në mënyrë menaxhimi, që nuk është problem. Nuk besoj që është problem çmimi i shazonit në rastin konkret. Ka forma tjera që gjejnë zgjidhjen shumë kollaj bizneset. Po faleminderit kryetar. Faktikisht për të dhënë një përgjigje shtërruese zotit Imeraj, sepse ishte lidhur me statusin juridik të këtyre plazheve. Pra, duhet të bëjmë një përcaktim që për këto plazhe që janë me status juridik privat. Besoj se nuk e përfshin për vendimin, për që sa më të qartë. Apo jo, në këtë kontekst. Po faleminderit. Po tani sezoni dhe plazhet kanë problematikat e veta. Shumë mirë vjen ka funksionar edhe pjesa e plazheve publike që janë mes plazheve private. Do kisha mendimin që këto plazhe të mirëmbajshin nga vetë ata që kanë lidhur kontrata dhe i kanë viton. Dhe pjesa tjetër që është më e rëndësishme mos ketë abuzime si shta e lidhjes, çdo plazh duhet të ketë numrin e çadrave dhe numrin dhe çmimin e çdo çadre. Plus dhe një numër telefoni për ankesat e qytetarëve tek shërbimet e policia të janë detyruar në kontratë. Mos ketë për këtë detyrim të biznesit. Po pra. Është detyrim çdo kontratë, çdo biznes. Po faleminderit. Funksionoj se s'ka funksionuar. Pra, është pjesë detyruese te kontrata, për sa i përket. Po. Atëherë, duke parë prezidendimin, vendarin e zonave të plazheve në Ksamil, edhe unë mbështes propozimin e zotit Ahmeti që zona C të njësohet me zonën B. Pra mos kemi 3 zona A, B, C, po të kemi zonën A dhe zonën B, dhe të kemi një zonë elit për arsye se të ka pjesa përballishur aty. Ato plazhet janë shumë të ngarkuara me njerëz, ka shumë kërkesa dhe
shumë turistë gjatë sezonit turistik dhe të ketë një çmim të diferencuar me 4.000 lekë maksimumi. Në mënyrë që shpërndarja të bëhet në të gjitha plazhet, mos u tentojnë të gjitha aty vetëm atje dhe bëhet një kaos i madh. Faleminderit. Po faleminderit zoti Koçiu. Atëherë hedhim në votim prevendimin numër 40 kush është pro me propozimin e bërë nga zoti atëherë. Po. Ka diskutime? Po, zonja Alkushi? Shumë i nevojshëm dhe mendoj që shtymet e vendosura të dy tabelat janë bërë në përputhje me raport të rrogave që njerëzit marrin edhe që njerëzit do ta aksesojnë të plazhet. Të parë se të mendojmë që turista qëllimi të mendojmë se sa shqiptarë funksionojnë, se sa ne i shërbejmë vetes, se sa është edhe për ne të tjerët a eksamin për gjithë bugjetorët e Shqipërisë. Ne nuk do ta shikojmë vetëm në aspektin se sa janë elitarët, se si ta shojnë në çadër deri 40.000 lekë, nëse kishte diçka negative në sezonet që kanë kaluar, ka qenë pikërisht çmimet e shezoneve të shkurtra të Samirit, edhe 50.100 lekë një diçan. Dhe nga i gjitha këto patëm largimet të turistëve, dhe fundëruar si restorante, si hotele, vetëm 8 çadra. Kështu që mendoj personalisht do ta votoja këtë projekt mendimi kështu siç ka ardhur, mendoj që është i mirë studiuar nga ekzekutivi, besoj që janë bërë mirë raportet e standardit të Shqipërisë dhe shërbimet e tyre. I kam pasur dakord me zotin Ahmeti kur thotë se bizneset atje kanë shpenzuar, kanë hedhur, nëse secilit prej tyre do të kërkojmë falida të kontratës me plazhin, përveç këtyre çmimeve. Dhe të bëjë studim bashkia sa prej tyre do ishin dorë nga plazh, nga kontrata. Me këto çmime që neve sot do bëjmë ato. Dhe nëse kjo do qëndrojë dhe për vitin tjetër dhe për vitin tjetër. Për shpresën në Pusë ka plazhe publike. Sami ka plazhe publike më shumë se kudo. Ke 1800 metra dhe ke në krah. Në çdo plazh ke plazh publike që frekuentojnë ato shtresë. Dhe ato plazhe nuk ka mundësi t'i baj as Ministeri, as bashkia, as kushte. Se ti nuk ke informacion nuk ka dhe Sami. Ti vjen si vizitore, por nuk e shikon dot se çfarë vështirësi ka në ta mbajë atë plazh. Po faleminderit, atëherë ju lutem qetësi. Do t'ju lutem qetësi. Ka dikush po faleminderit zonja Alkushi. Po kush ka zoti Gërbuqi po? Po, në lidhje me këtë projekt vendim, dhe unë jam shumë dakord me kolegen Alkushi, nuk qëndron ajo argumenti kolegut Koçiu për arsye se duke qenë po të rritin çmimet për një zot caktuar, ata që janë pa mundësi për të paguar atë çmim të rritur, do dynden tek ajo pjesë që ngelet me çmimin e ulët, kështu që çmimet janë shumë të mirë menduara dhe unë jam dakord që ky projekt vendim të kalojë kështu siç ka ardhur. Domethënë se nëse krijuam zona elitare, pjesën tjetër të njerëzve që nuk e kanë mundësi do t'i ngjeshim, do t'i dindim atje, domethënë pa i lënë mundësinë që në një plazhe të caktuar të vënë, ata ta frekuentojnë. Po faleminderit. Atë të kërkoj Po, Veseli ta bëjmë 20.000 lekë më burr. Jo, Po zoti Alikaj, nëse fillojmë këtë pjesën e diferencimeve të plazheve, unë do isha më dakord të kishim një çmim të unifikuar, edhe jo me ndarje zonash, po themi të ABC, mirë po duhet të marrim dhe modelet e vendeve fqinj që kemi në plazhet e para të hapura në vende fqinj, po zë Italin që neve kemi shkuar si Këshill Bashkiak. Në 1827 në shapur plazhi i parë në Viareggio të Italisë dhe mbaj një nga plazhet më të bukura. Mënyra e funksionimit të qytetit ose e plazheve ka një çmim të unifikuar të gjithë zonës bregdetare dhe lokalet që ofrojnë shërbimin, restorantet, kafenet
Te ajo zona restorantet në drek mbyllen sepse i lën pjesës tjetër të qytetit, sepse nuk mund ta dyndjen në plazhe, të vjellim neve që jemi në vit të parë të ardhura dhe ai që është te rrugë 5 ose te rrugë 6 që ka një biznes që i paguan një taks ose i shërben një pensionisti ose dikujt tjetër, vazhdon prapë në atë mjerimin e vet. Prandaj kjo pjesë duhet parë në përgjithësi, nuk mund të përfitojë një individ unë apo dikush tjetër, të jetë një unifikim, të gjithë jenë të barabartë te kjo pjesë. Po faleminderit zotëri Të Alikaj. më fitojnë të tjerët. Atëherë Është lidhur me këtë, lidhur me atëherë ju lutem zoti Ahmet. Atëherë zoti Ahmet është atëherë për sa i përket projekt vendimit janë marrë dhe referenca dhe njëkohësisht drejtoritë përkatëse, ju lutem. Drejtoritë përkatëse janë referuar edhe çmimeve aktuale. Pra edhe sot nëse dalim në terren, edhe çmimet nuk janë të njëjta, pra nuk kemi pse ja heqim mundësinë atij që tregton me çmimin e lirë për të qenë i barabartë me dikë që tregton me çmimin më të lartë, në mënyrë që ai që ka përcaktuar çmimin e ulët të ketë kapacitetin maksimal të klientëve që shkojnë tek ato plazhe, për të mos i vendosur të krijojmë diferencën në konkurrencë që të mbushen fillimisht plazhet që janë me lokacionin më të mirë dhe pastaj të shkojmë tek pjesa tjetër. Besoj se diferencimi, siç e ka parë edhe ekzekutivi, duhet bërë patjetër. Minimalisht edhe njëkohësisht edhe në Saran, po edhe në Ksamil. Atëherë ka dikush diçka tjetër për diskutuar? Ju lutem qetësim. Ju lutem qetësim. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 40 sipas propozimit të bërë nga zoti Koçia. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pikën e 13 e zauruam, kalojmë tek pika e 14 e rendit ditës. Projektvendim për korrigjimin e gabimeve materiale. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Hedhim në votim projektvendimin numër 42, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim projekt vendimi numër 43, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim projekt vendimi numër 44, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim projekt vendimi numër 45, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 46, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 47, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 48, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 49, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 50, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 51, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 52, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 53, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 54, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 55, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 56, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Kush ka pyetje nga këshilltarët në tërësi lidhur me shqetësimet në lidhje me Bashkinë Saran? Falenderit, atëherë duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, mbledhjen e deklaroj të mbyllur.